fakt të vjen keq që në këto 15 vitet e fundit, çdo janar diskutohet kjo çështje dhe pastaj harrohet. Duket sikur konteksti i kësaj ngjarje lidhet drejt për drejti me politikën. Politika kujtohet vetëm kur vjen përvjetori, kur vjen momenti për ta përkujtuar atë ngjarje. Nga pikpamja juridike, për atë që ju thoni, ne duhet i referohemi në makro gjithë situatës që ka krijuar 21 janari. Fatmirësisht kemi një vendim të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila ka qartësuar dhe ka bërë, po të themi, shtratin e një hetimi i cili duhet të konsolidohet nga organet e brendshme të Shqipërisë. E thënë më thjesht, kemi një vendim gjykatës lartë, kemi një vendim gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila detyron prokurorinë e posaçme të hetojë në drejtim të 3 elementeve të kësaj ngjarje që kanë të bëjnë me vrasje, kanë të bëjnë me shpërndorimet e detyrës, ka të bëjë edhe me fshehjen e provave. Kjo është ngjarje më e re e cila ka ndodhur. Kësaj duhet të futemi në frymën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit që orienton një hetim të mangët, që orienton një situatë e cila duhet të ishte rregulluar nga organet ligjzbatuese të asaj kohe, kryesisht në investigimin e të tërë elementeve të një ngjarjeje, sepse po t'i referohesh Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, nën kupton që ka mangësi në hetimin e plot të ngjarjes, dhe hetimi plot i ngjarjes nuk është vetëm atje ku u vran, nuk është vetëm se si ndodhi dhe kush e mori urdhrat, por është e gjithë tabloja e cila krijon situatën e ngjarjes, domethënë të faktit penal. Dhe një fakt penal që të qartësohet saktësisht duhet filloj si nisi protesta, kush e organizoi protestën, si u përgjigjen organet ligjzbatuese. Dhe këto elementi ka zbërthyer saktësisht Strasburgu, pavarësisht se ne shohim sot që në kuadër të një narrative politike, njëra palë shikon që është krim shtetëror, kurse pala tjetër shikon që si është organizuar protesta. Jo, këto janë të gjitha të lidhura bashkë. Dhe duke qenë të lidhura bashkë, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit ka thënë 3 pika kryesore. Pika e parë, organet ligjzbatuese shqiptare përballë protestave të dhunshme ishin të papregatitura dhe nuk ishte një qartësi në zbatimin e ligjit mbi armët e zjarrit. Pasoja, 4 të vdekur dhe shumë të plagosur. E dyta, kemi të bëjmë me një hetim të paplot të organeve ligjzbatuese për të tërë këto element që thash. Dhe e treta dhe më kryesorja, politika duke nxjerr konkluzionin e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit që thotë rregullo sistemin ligjor për sa i përket mënyrës së përdorimit të armëve të zjarrit dhe ekstremitetet e përdorimit të armëve të zjarrit kur sulmohen institucione shtetërore. Të tërë këto element të përkthyera në hetimin e prokurorisë posaçme na çojnë tek kaseta që ju thoni. Kaseta që ju thoni është një provë atipike e rregulluar sipas kodit procedurës penale, posaçërisht për mënyrën se si ajo duhet të merret, dhe që një kasetë e këtij lloji, domethënë një burim prove, një indicie, një dhënë që të merret dhe të administrohet në një proces penal, duhet patjetër, duke qenë se nuk është nga ato që parashikon procedura penale, duhet patjetër të ketë burimin e krijimit të provës. Ç'do thotë kjo? Në rast se ti më dorëzon mua një kasetë, ti e detyruar të më tregosh si është bërë dhe kush ta dha ty atë kasetë. Pse e them këtë? Sepse kjo në të kundërt kthehet në pavlefshmëri. Sepse në rast se unë marr dieni të plot për mënyrën se si ty të ka rënë në dorë ajo kasetë, pavarësisht të ruajtjes së burimit të konfidencialitetit të gazetarit. Se në rastin konkret kemi një gazetar që dorëson një kasetë, por procedura penale kërkon të di se si është krijuar kjo provë, kush e ka patur në dorë këtë provë dhe pse ka ardhur 15 vjet më pas ose 13 kur e shfaqi për herë të parë. Sepse në këto 13 vjet ne kemi të bëjmë me një vepër penale tjetër, fshehje veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës, kemi të bëjmë base me një moskallëzim krimi, kemi të bëjmë base me një mënyrë se si mbahet kjo provë në rast se është autentike, se kjo është faza e parë, mënyra se si do administrohet prova. Duke qenë prova tipike, ti që e dorëzon ke detyrimin të më shpjegosh mënyrën se si të ka rënë në dorë të paktën dhe kush ta ka dhënë. I mbase jo me emra të burimit të gazetarit, por mënyrën se si është krijuar kjo provë, sepse nesër kushdo që përflitet në atë
kaset, ka të drejtën të kërkoj një riekspertim, ka të drejtën të kërkoj një ekspertim zëri, ka të drejtën të kërkoj mënyrën se si është krijuar kjo provë. Pra shumë komplekse situata, por është e domosdoshme për të krijuar një diapazon të ri të hetimit, i cili për hir të vërtetës është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë sepse kanë kaluar 15 vjet, provat zbehen, dëshmitarët harrojnë, dëshmitarët mund të krijohet një situatë shumë e vakët për të arritur në të vërtetën e madhe që kërkon vetë gjykata e Strasburg. Fakti që mazhoranca që nga 2013 apo themi, që mori pushtetin, dështoi të bënte të paktën atë që bëri një familje e vetme nga Lezhë në gjykatën e Strasburgut, që dominoi dhe mposhti shtetin shqiptar me të drejtë, do të thotë që dhe mazhoranca nuk e ka patur, po themi, qëllim në vetvete, zbulim në të vërtetës asaj ngjarje. Tingëllon shumë keq, por materialet dhe faktet të çojnë aty. E pare punës ajo që thash, një familje vuri në lëvizje, shteti që drejtohej nga kjo mazhorancë e cila të paktën kishte interes ta zbulonte, nuk e ndihmoi këtë familje, por kjo familje e vetme ja doli në Strasburg. Dhe jo vetëm që ja doli në Strasburg, por për këtë familje duhet kemi nder dhe respekt të gjithë ne, sepse nëpërmjet vendimit të Strasburgut kjo familje jo vetëm vuri në vend dinjitetin e familjarit të tyre, por ndihmoi çdo shtetas shqiptar që nesër mos gjendet i zbuluar përballë armëve të cilat shkrehen nga shteti në mënyrë të parregullt. Dhe ke mazhoranca, përveç këtij momenti që nëpërmjet avokaturës shtetit, po themi për shembull, mazhoranca mund ta kishte ndihmuar këtë familje në Strasburg. Nuk e bëri një gjë të tillë. U pa nga procesi që familja e Alex Nikës veproi e vetme në gjykatën e Strasburgut. Por nga 2013 deri në sot, të gjithë elementët që formojnë organet ligjzbatuese ekzekutive i kishte në dorë mazhoranca. Ne kuptojmë të tëra format e hetimit, që janë policia e shtetit. Ne kuptojmë të tërë veprimtarinë e shërbimeve të inteligjencës, të cilat ishin të komanduara dhe të kontrolluara nga mazhoranca. Çfarë bën ata për këtë ngjarje? Zero. Kanë bërë vetëm veprime të cilat dukeshin sikur bëheshin nga 1 janari deri në 21 janar, vendoseshin karafilat në 22 janar, policia e shtetit harronte, po themi kur them policia e shtetit, të gjithë elementët hetimor. Nuk mund t'ja kërkosh vetëm organeve të drejtësisë, kur ti organet që kishe në dorë vetë, nuk i vure në lëvizje në drejtim të kësaj situate. Prandaj, unë mendoj që mazhoranca në këtë rast nuk ka qenë fare e interesuar të paktën të merrej seriozisht me ngjarjen. Ajo është e interesuar ta përdorë ngjarjen, është e interesuar të thotë tërë ditën për një ngjarje të rëndë që sepse ka të drejtë, sepse Strasburgu ja bëri një definicion të tillë. Por me veprime konkrete, çfarë ka bërë? Asnjë veprim që të ndihmojë zbulimin e vërtetë të kësaj ngjarje ose të çojë në një proces gjyqësor konkret. Prandaj dhe mendoj që këto 2-3 vitet e fundit nuk është e thjeshtë, por prokuroria e posaçme kaq mund të bëjë. Me një ngjarje të vjetër, me prova që duhet të rimerren, me prova që duhet të rishihen, a janë marrë mirë, a janë administruar mirë, ka shumë vështirësi të cilat nuk do ishin të tilla në rast se seriozisht do vepronte hetimi që nga 2014-a, të paktën, me që ishte vullneti politik pas 2013-s. Ishin në vrasje, po themi politike, ishin vrasje shumë të rënda se çdo ngjarje tjetër që kishte ndodhur deri në atë moment në Shqipëri, por procesi përfundoi deri në disa shefa policie, të cilët nuk u kuptuan se si u dënuan, çfarë u dënuan, për çfarë akuzash. Mos harrojmë, krahasimi nuk qëndron për vetë faktin e thjeshtë, sepse 91-92-shin, po themi kur ka mbaruar procesi, se nuk e di saktë, ka qenë një proces i vështirë edhe nga pikpamja legjislative, sepse kishim procedurën penale të vjetër, kodin penal të vjetër, kishim organet ligjzbatuese të cilat vinin nga organet e diktaturës proletariatit dhe absolutisht nuk është se kishim një sistem drejtësie, po themi të paktën demokratik. Për këtë arsye nuk mund t'i krahasosh dot, por janë ngjarje të cilat shënjojnë faktin që politika i
preferon t'i ketë kështu të mjegullta këto ngjarje që t'i shfrytëzoj, sesa të jenë të qarta. Si jurist duhet të them, duhet të presim gjykatën kushtetuese të shprehet. Si qytetar, të cilët janë të angazhuar të shprehin një opinion dhe të kuptojnë dhe të perceptojnë diçka nga gjykatat e vendit të vet, duhet të shpjegoj faktin që unë e kuptova sikur gjykata kushtetuese do na japë përgjigje për disa pyetje shumë të rëndësishme. Pse është legjitimuar kryeministri në rastin konkret për një kërkesë individuale? Sepse dhe kushtetuta dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese e ka të përjashtuar, po themi, kërkesën e një kryeministri për të interpretuar apo për të rrëzuar një vendim të një gjykate të shkallës parë. Dhe këtë përgjigje unë e pres nga vendimi i gjykatës kushtetuese. E dyta, a mundet gjykata kushtetuese e Republikës të Shqipërisë të krijojë një precedent i cili do e kthejë atë nga gjykatë kushtetuese që interpreton ligje, që është gardiane e kushtetutës, që interpreton në parim, të kthehet në një gjykatë të thjesht apeli të gjykatës shkallës parë. Se në rast se do rrëzoj një vendim individual, ne do themi, atëherë çfarë bëhet? Do thjesht gjykata kushtetuese po korrigjon vendimet e gjykatës shkallës parë. Për të gjithë këto elemente unë jam gjithë syvesh të shoh se si do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe të shoh se si do vej e ardhmja e raporteve kushtetut individ në Republikën e Shqipërisë. Pse e them këtë? Se në rast se kemi një individ të prekur, qoftë zëvendës kryeministër, ky individ i prekur i ka të gjitha të drejtat dhe të gjitha mënyrat dhe mjetet procedurale të shkoj i vetëm në gjykatën kushtetuese. Do më thënë, të ezauroj të tërë elemente gjyqësorit dhe mos ta kthej gjykatën kushtetuese me ndihmën e kryeministrit në një gjykatë apeli që të zëvendësoj gjykatat e thjeshta. Për këtë arsye, mendoj që pavarësisht është bërë fakti kryer tashmë, por kryeministri nuk mund të vërë në lëvizje gjykatën kushtetuese për një element shumë individual të lirive dhe drejtave të njeriut. Gjithkush ka të drejtën e tij të mendojë dhe të perceptojë që janë shkelur liritë dhe të drejtat e tij. Atëherë mos kërkoj ndihmën e kryeministrit, por ta vazhdoj rrugën sipas procedurave. E them këtë edhe për vetë aparencën se si ishte në gjykatë kushtetuese. E kuptoni çfarë u krijon gjykatë kushtetuese? Kishim kuvendin, kishim presidencën, kishim kryeministrin, kishim prokurorinë e posaçme dhe nuk kishim personin konkret që ndaj të cilit masa e sigurimit ishte direkt në kurriz. Në tëra palët, ai që preket drejt për drejti nuk ishte i pranishëm. Pra ka një ngërç, ka diçka që nuk shkon këtu. Nëse unë ankohem për individualitetin për të shkeljen e të drejtave të një individi, atëherë ai individ minimalisht duhet të jetë aty, por që të jetë aty ka një rrugë tjetër, nuk është kjo rruga. I ra shumë gjatë për treguar faktin që unë mendoj që ai proces në gjykatën kushtetuese kishte vetëm një rrugë. Individi, kushdo qoftë ai, ta çonte sipas rregullave të përcaktuara. Nuk është ky rasti, po kryeministri mund të çonte për interpretim nenin e kodit procedurës penale, po jo vendimin gjyqësor konkret për një individ. Po, mund të çoj nenin 242 që kërkon pezullimin e personave të cilët nuk janë të zgjedhur sipas ligjit elektoral, por jo të kërkosh drejt për drejti një mas sigurimi, sepse cënon direkt, po themi, veprimtarinë e gjykatës së posaçme dhe për rrjedhojt dhe të prokurorisë posaçme. Juridikisht nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Nga pikpamja e një procesi penal, nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Politikisht rreken t'i bëjnë një. Si duket sikur vendimi i gjykatës kushtetuese ka ndikim tek vendimi që do marrë kuvendi apo e anasjelltas. Por në fakt janë dy çështje të ndryshme me dy masa sigurimi të ndryshme. Çfarë do të bëjë gjykata kushtetuese për një masë sigurimi të një çështje X, çështja tjetër Y që ndodhet në Kuvendin e Shqipërisë ka fat të pavarur nga ajo e para. Pra, në rast se gjykata kushtetuese pret vendimin e kuvendit e pret vetëm për politikisht, për të parë se nga frynera, se juridikisht nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Dhe për të vajtur te vendimi i kuvendit, imuniteti që kërkon prokuroria e posaçme për një nga elementët për caktuar mas sigurimi arrest në burg, arrest në shtëpi apo për të bërë një kontroll personal apo një kontroll banese, se ky imunitet për këto 4 elemente është,
është tashmë vi e kuqe për të kuptuar që parlamenti dhe mazhoranca do jenë në krah të prokurorisë posaçme apo do e braktisin luftën që ka filluar prokuroria e posaçme. Pra, unë nuk e shoh më juridik vendimin e kuvendit, e shoh politik. Mazhoranca do jetë përkrahase e reformës dhe posaçërisht e organeve të posaçme kundër korrupsionit, apo do i braktis dhe do i lër ata në mes, sepse duam nuk duam ne, mosdhënia e imunitetit të një personi me imunitet, qoftë antar kabineti apo qoftë deputeti i Republikës së Shqipërisë, patjetër që e fut në ngërç punën e prokurorisë posaçme, ose më saktë nuk e bën më të qartë dhe më konkrete dhe më objektive, jo se e pengon në kuptimin negativ total, nuk e pengon. Prokuroria e posaçme do vazhdoj, po do e vazhdoj me vështirësitë e veta se nuk do ketë hapësirën e duhur për caktuar një masë apo për bërë një kontroll banese. Pra, është vendim për mua politik. Paballarët e reformës do e qajnë dhe do e vazhdojnë më reformën, apo do e mbyllin atë kapitull dhe do përpiqen të arnojnë drejtësinë e cila duket se në këto momente po futuj në çdo cep. Për mua janë vrimat të bëra nga politika dhe pse jo vrimat të lëna nga politika, qëllimisht. Nëse flasim ke prokurorie posaçme, ku testi është 28 në vazhdim në janar, në të pjesë të tjera të drejtësisë ne duket që politika ka krijuar ai shumë organe, ka krijuar ai shumë kontrolle, sa vetëm në të mirë të drejtësisë duket se ato nuk janë. Duam nuk duam ne, ndaq t'i lexojnë si të duan në letra. Ndaq të thonë që standardet që kemi krijuar duke krijuar KLG, KLP, ILD janë standarde europiane. Rezultati cili është? Rezultati është zvarritje pafund e hetimeve, zvarritje pafund e gjykimeve dhe cilësi jashtëzakonisht e dobët e këtij gjykimi dhe e dhënies së drejtësisë. Unë shoh shenja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si mbështetësit kryesor dhe si sponsorit kryesor të prokurorisë dhe gjykatës posaçme, nuk kanë çeduar dhe nuk po ndryshojnë qëndrim. Ata vazhdojnë të jenë përkrahës të fuqishëm të kësaj strukture. Prandaj, mendoj që mazhorancë, opozitë dhe çdo faktor tjetër personal janë bërë bashkë duke u përpjekur minimalisht të relativizojnë peshën specifike dhe rëndësinë që ka prokuroria e posaçme. Dhe këtu shoh suksesin e prokurorisë posaçme. Fakti që prokuroria e posaçme sot, po ta shohësh ftohtë, ka mbetur vetëm në mbështetje ndërkombëtare, si amerikane, si angleze, si dhe të Bashkimit Evropian, po dhe të shteteve të tjera, tregon që ajo ka punuar më së miri, sakt, drejt dhe objektivisht brenda faktorit të brendshëm, duke i goditur faktorin e brendshëm si nga mazhoranca si dhe nga opozita. Ky është treguesi më i mirë i një sistemi drejtësie. Në rast se sulmohet nga të gjithë, do thotë që ka qenë e barazlarguar nga të gjithë në sulmet që ajo ka bërë. Prandaj sot që flasim, nuk shoh asnjë shenjë të humbjes së mbështetjes nga ndërkombëtarët në përgjithësi, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është një lajm i mirë, jo vetëm për prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, por dhe për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Pse? Sepse në rast se do bëhen të tëra palët politike bashkë, ti je e bindur prokuroria e posaçme patjetër që do relativizohet, do izolohet dhe nuk do ketë më këtë fuqi.